Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Parukirja nuk do t'ju a tregoj kur, lyeni flokët me këtë përbërës natyral dhe rezultati do ju befasoj. Zbogthi mund të shkaktohet nga një sër arsyesh, mund të vijë si rezultat i tharjes së skalpit apo nga sëmundje të ndryshme që mund ta prekin atë siç është dermatiti, seborrheik. Zbogthi mund të shkaktohet edhe nga produktet e pasura me kimikate ose nga shkaqe të brendshme siç janë sëmundjet e skalpit të kokës. Në raste të tjera, lëkura e dëmtuar dhe kruajtja e kokës munden të shkaktohen gjithashtu nga psoriaza apo ekzema. Sipas Akademisë Amerikane të Dermatologjisë, mënyrat për të larguar zbogthin nisin që nga shampot kundër zbogthit tek trajtimet të cilat ju mund t'i përgatisni vetë në shtëpi. Aspirina përmban të njëjtin përbërës aktiv acid salicilik si shumë shampo të posaçme për trajtimin e zbogthit. Kështu fare mirë mundet t'i përdorni dhe ju për kurimin e kësaj gjendje. Mjafton të shtypni 2 aspirina të mëdha derisa të bëhen pluhur të imët dhe shtojeni atë në shampo që përdorni zakonisht. Lani flokët si zakonisht, lëreni shampon 1 deri në 2 minuta në flokë dhe më pas mund t'i shpëlani. Vaj i pemës së çajit. Shumë i njohur për aromën e tij dhe të freskët, përvetit në flokë dhe në lëkurë. Mjafton që ju të shtoni disa pika të këtij çaji në shampon tuaj dhe lajini si zakonisht. Soda e bukës, disa përbërës që përdorni çdo ditë mund t'i përdorni dhe si mjete efektive kundër zbogthit. Lageni flokët dhe më pas fërkoni skalpin me sodë buke për disa momente. Në fund, lajini flokët tuaj si zakonisht. Në fillim flokët tuaj mund të jenë pak më të thatë se zakonisht, por pas disa javësh lëkura e kokës do të fillojë të prodhojë yndyrë natyralisht duke gjetur kështu balancën e munguar. Uthulla e mollës, me sa duket është zgjidhja e shumë problemeve të organizmit dhe të bukurisë. A kështu vepron edhe në eliminimin e zbogthit. Aciditeti tek uthulla ndryshon pH-in e lëkurës tuaj duke larguar zbogthin. Përzieni 50 ml uthull me 50 ml ujë dhe spërkasni flokët duke synuar gjithashtu rrënjët. Mbështjellni kokën me një peshqir dhe lëreni uthullën në mënyrë që ajo të qëndrojë për plot 15 minuta deri në 1 orë. Pastaj i lani flokët tuaj siç bëni zakonisht. Bëjeni këtë proces 2 herë në javë për të shpëtuar nga zbogthi. Aloe vera. Një tjetër kurë tërësisht natyrale për këtë problem do të ishte aloe vera. Ajo është e pasur në vlera të cilat e mbrojnë trupin tuaj në shumë forma. Ndaj, pas dushit, fërkojeni skalpin me gjelin aloe verës. Lëreni të thahet për 30 minuta dhe më pas shpëlajeni. Flokët janë shumë të rëndësishme për çdo femër dhe shpesh për shkak të erës, diellit, ujit dhe faktorëve të tjerë si të jashtëm ashtu edhe të brendshëm flokët dëmtohen, dobësohen dhe njëkohësisht bien. Në këtë video ne po ju sillim këto maska të efekteve të mrekullueshme për flokët që janë tepër të lehta për t'u përgatitur në kushte shtëpie. Maskë me avokado. Maska me avokado është njëkohësisht perfekte për të kuruar flokët e thatë dhe të djegur, pasi i jep flokëve butësi dhe shkëlqim. Grini në mikser një kokër avokado dhe përzieni me gjysmë gote qumësht, një lugë gjelle vaj ulliri ose një lugë gjelle vaj bajame. Aplikojeni maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas lëreni për 15 minuta. Maskë me vezë. Maska e vezës është hidratuese për flokët dhe duke qenë e pasur me proteina, ushqen në rrënjë dhe gjithashtu rrimë këmbë flokët e dëmtuar apo të djegur, ndërkohë që vitamina B12
ndihmon në rritjen e flokëve të rinj. Rrihni një të verdhë veze me 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 filxhan me qumësht dhe 1 kokër limon të shtrydhur. Aplikojeni maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas shpëlajini atë me ujë të ftohtë pas 15 apo 20 minutash. Maskë me kos. Në qoftë se flokët tuaj kanë humbur gjallërinë nga ndotja e tepërt apo nga produktet kozmetike që ju përdorni për stilimin e flokëve, atëherë maska me kos është ideale për t'ju dhënë flokëve tuaj shkëlqimin e munguar. Merrni gjysmë filxhani me kos dhe filloni të masazhoni flokët tuaj ngadalë. Lajini maskën në flokë për 15 apo 20 minuta dhe më pas duhet ta hiqni normalisht me shampo duke shpëlar me ujë të ngrohtë. Maskë me banane. Banania është e pasur me vitamina A, E dhe C, të cilat ndikojnë në përmirësimin e yndyrës në skalp. Për përgatitjen e maskës, grini 2 banane dhe përzjeni me 1 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle vaj kokosi dhe gjithashtu 1 lugë gjelle mjaltë. Lëreni maskën në flokë për 5 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Flokët tuaj do të shkëlqejnë dhe do të zbuten shumë shpejt. Maskë me vaj arë kokosi. Vaj arës të kokosit është perfekt për flokë të dëmtuar apo flokë të thatë. Për përgatitjen e maskës duhet të ruani proporcionin 2:1. Vaj kokosi, vaj ulliri. Sipas sasisë që kanë nevojë flokët tuaj, aplikojeni maskën dhe mbulojeni me një qesë dushi sa kohë të dëshironi. Më pas lajeni normalisht flokët me shampo dhe shpëlajeni mirë. Maska me lule shtrydhe. Nëse keni flokë të yndyrshëm, një maskë me lule shtrydhe, pasi lule shtrydhja është e pasur me vitaminë C që ekuilibron balancën e pH-it dhe gjithashtu nivelit të yndyrës në flokët tuaj. Grini një grusht me lule shtrydhe dhe përzjeni me 1 lugë gjelle mjaltë dhe 1 lugë gjelle vaj të arrës së kokosit. Aplikojeni maskën në flokë dhe më pas shpëlajini pas 15 minutash. Maskë tërshëre. Maska e tërshërës është shumë efikase në qoftë se ju vuani nga zbokthi apo nga problemet me skalpin. Përzjeni 1 lugë gjelle me tërshër me 1 lugë gjelle vaj bajame ose vaj ulliri. Aplikojeni maskën në flokë të thatë dhe më pas lajini me shampo pas 20 apo 25 minutash. Maska natyrale për flokët me vaj ulliri, e cila shërben për flokët e thatë kaçurel. Përbërësit e kësaj maske janë 2 deri në 3 lugë vaj ulliri, 1 deri në 2 lugë mjaltë, 2 deri në 3 lugë vaj kokosi. Në një enë të thellë hidhni të gjithë përbërësit dhe përzjeni mirë me njëri tjetrin. Vaji kokosi duhet të jetë në gjendje të lëngshme, prandaj shkrieni para përdorimit. Me ndihmën e një furçe flokësh për lyerje aplikoni maskën në rrënjët e flokëve. Më pas shkoni drejt majave. Masazhoni kokën për 15 deri në 20 minuta dhe mbajini maskën në kokë për 2 orë. Ju mund ta mbështillni kokën me ndonjë qese që të mos dëmtoni veshjen. Më pas lani kokën si zakonisht. Kjo maskë duhet bërë 1 herë në javë. Maska me të verdhë veze dhe vaj ulliri për flokët që bihen. Ju duhen 2 të verdha veze, 2 lugë vaj ulliri, 1 lugë gjelle lëng qepe. Para se të bëni këtë maskë, duhet të keni vendosur një qep të kuqe në një gotë me ujë të vakët për 24 orë. Bashkoni të verdhat e vezave me vajin e ullirit dhe lëngun e qepës. Trazoni përbërësit derisa maska të lidhet. Aplikojeni maskën në të gjithë gjatësinë e flokut duke masazhuar me mollëzat e gishtave për 5 minuta. Lëreni të veprojë mbi flok për 30 minuta. Mos u shqetësoni, aroma e vezës dhe qepës nuk do të ndihen sepse absorbohen nga vaji i ullirit. Bëjeni këtë trajtim 2 herë në javë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.